Përballja Bashkimi apo Brera është një ndeshje e rëndësishme për të dyja skuadrat, të cilat aktualisht mbajnë pozitën e 5 me 26 pikë, gjithësisht pozitën e 8 me 23 pikë. Me fitore eventuale, skuadra nga Kumanova do të largohen nga zona e ekipeve që luftojnë për mbijetesë, ndërsa apo Brera do ta thellonte krizën. Të njëjtën rëndësi ka edhe përballja që do të zhvillohet në Gostivar midis Arsimit dhe Makedonia Gjorgje Petrov, dy ekipet të cilat luftojnë për të siguruar mbijetesën, edhe pse skuadra nga Qegrani është në situatë më pak të favorshme dhe me fitore eventuale do t'i ikte rrezikut sa i përket mbijetesës. Përforcimi i Arsimit, Fatjon Jusufi, thotë se nuk ka ndeshje të lehta. Këtë kampionat nuk ka ndeshje të lehtë, edhe besoj se njëjtë sikur që ne ushtrojmë dhe mobilizohemi gjatë tërë javës, njëjtë të bën edhe kundërshtari. Shpresoj që të kemi pak më shumë fat në realizimin e aksioneve dhe të hapim ndeshjen sa më herët që të mundur dhe ta kemi në kontroll për ta mrinë në fund atë që kemi objektiv, domethënë ta fitojmë ndeshjen dhe pastaj për ditën e mërkurë në ndeshjen tjetër kundër Tikveshit që të jemi normalisht më të qetë dhe më gjakftoft. Po besoj se do e fitojmë ndeshjen. Në javën e 20 takohen Bashkimi apo Brera, Arsimi Makedonia Gjorgje Petrov, Struga Trimlum Vardari, Rabotnički Shkupi, Tikveshi Sileksi dhe Shkëndia Pelisteri.